brenda forcës politike është e reja e kësaj gare. Pra kemi dy gara. Është gara e madhe midis forcave politike, ku unë besoj që alternativat janë të qarta. Pra alternativa e Partisë Socialiste që ka të bëjë me të ardhmen, edhe ka të bëjë me antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe alternativa tjetër e cila do të na kthejë atje ku ishim në kohën e pandëshkueshmërisë dhe në kohën e rrëmujës edhe rrumpallës. Ndërkohë që gara brenda forcës tonë politike është e veçantë, sepse zgjedhësi kësaj radhe nuk peshon vetëm alternativat midis forcave politike, por peshon edhe, po themi, llojin e kandidatit që do të mbështesi, gjë që unë besoj e bën shumë garën e bën shumë interesante mes nesh. Deputet të cilët shërbejmë në zona të ndryshme, pra në lagje e qyteti, në zona fshati, unë kam privilegjin që të shërbej në një zonë rurale, kështu që prania besnike ndaj zgjedhësit, unë besoj që e bën edhe garën më interesante, edhe besoj që gjithë secili nga ne do korri atë që kemi mbjell gjatë këtyre 4 vite apo 8 apo 2 varet sa kohë kemi shërbyer. Forcat politike kanë vendosur disa rregulla të qarta që kanë të bëjnë me kemi deputet cilët drejtojnë politikisht zona gjeografike të caktuara, pra 101, 102, 103, unë thash që drejtoj Trenjsi administrative Vaqar 5 Ndroq. Dhe që do të thotë strukturën politike në atë zonë e drejton një deputet i caktuar apo një kandidat që mundet të jetë në garë. Ndërsa gjithë secili nga ne për shkak se zgjidhet në qark, do duhet që alternativën e vet ta bëjë të qartë të gjithë miqt mbështetësit e tij. Unë nuk mundet të marr apo një kandidat nuk mund të marrë strukturën e vet politike dhe të shkojë në një njësi tjetër, apo nuk mund të angazhojë strukturën politike të asaj njësie për mbështetje, por neve duhet sigurojmë që në njësinë që ne drejtojmë, struktura politike të jemi përgjegjës për rezultatin e Partisë Socialiste. Opozita nuk ka qenë dhe opozita nuk vazhdon të jetë, pra unë i quaj pak turist elektoral, për sepse vinë, shfaqen vetëm në momente të caktuara dhe nuk kanë ndërtuar një marrëdhënie besnike personale me zgjedhësit. Është një gjë që unë e ndesh për ditë, kështu që nuk janë aty. Nuk janë aty, nuk është aty alternativa e tyre, dhe unë besoj që kjo është fatkeqësia e tyre, dhe nga ana tjetër demokracia funksionon me një opozitë, sepse me një opozitë konstruktive. Gjithmonë kanë qenë të prezent në zonë për hallet e veta. Unë nuk jam Pezak, unë jam Beratas. Kam zgjedhur të banoj në Pez. Pra, kam zgjedhur që të banoj me infrastrukturën që kanë infrastrukturën rural që kanë banorët të cilëve unë u shërbej. Një fshat i mirë ku infrastruktura rurale urgjentisht duhet kapi ritmin e infrastrukturës urbane. E dyta është ajo që unë e quaj fshati solidar, pra shërbimet sidomos për persona me aftësi të kufizuar, sidomos për pensionistët duhet jenë aty, sidomos për më të vegjëlit duhet jenë aty, po ndërkohë shkolla ka një mundësi për të qenë edhe një qendër komunitare pas mësimit. Nga ana tjetër, besoj që një sfidë tjetër e fshatit është bujqësia. Pra, një cikël bujqësor, i cili në fund të ditës e mikpret turistin. Fshati do mund, sepse do shumë punë, do mend, sepse janë gjitha ajo urtësia, pavarësisht se mund mos jetë universitar, po që është dhe universitare atje në fshat, me agronomët, me veterinerët, me mjekët, me infermierët, me të gjithë. Pra do mund, do mend dhe do miq. Dhe miqt kanë parasysh që fillojnë me një familje të fortë. Pra një familje që bën miq dhe i tillësh fshati, i tillësh Katundi, mundet ja dalësh. Në momentin që ne kemi mund, mend dhe miq, unë besoj që ne ja dalim.
votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sepse vetëm kur ne bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe me të gjitha përfitimet që ka një vend Bashkimit Evropian, ne mundet të kapim kohën e humbur, dekada të humbura për fshatin. Votoni për ata njerëz, kandidat, të cilët sfidën e politikës e jetojnë, e ndajnë bashkë me banorët e tyre, kudo qofshin ata, dhe votoni për ata ligjbërës, të cilët ligjin nuk e shohin si një instrument për të goditur tjetrin, apo për t'i bërë kashillik, apo që e shikojnë me një cinizëm, po e shohin si një streh ku mund të strehohen dhe mund të mbrohen. Jo vetëm komunitetet që ata shërbejnë, po i gjithë vendi, ku të gjithë janë të barabartë përpara tij.